Ministria e Mbrojtjes Ruse e ka pranuar këtë sulm gjigant dhe mund të them këtë që thonë edhe një pjesë e masmedieve dhe biles dhe shumë deputet Dumës ruse, që kjo është një dështim i madh i inteligjencës ruse, kjo është një aksion shkatrimtar për avionët rusë, të triadës ruse, bërthamore, dhe përsa i përket këtyre avionëve strategjik, desha të shtoja diçka, kryesisht dy lloj avionesh të Rusisë i përkasin drejt për drejt avionëve strategjik. Ky është në radhë të parë, sigurisht ato që thatë juve, Tu-95 të modelit të rinovuar MS. Pra, rreth Rusia disponon dhe para këtij sulmi rreth 60 avion të tillë. Plus janë, avionët e fundit dhe më të modernizuar dhe ato janë shumë pak, 20 sot gjithsej, Tu-160. Dhe këto janë modele për shembull që nuk janë prekur nga ky sulm,